E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Në këtë minutazh doja të ndaloj dhe të bëj një analizë rreth dasmës së Mateos dhe Brikenës natën e sonte. Një dasëm që në fakt erdhi pas shumë përkushtimeve, pas një lodhje jashtëzakonisht të madhe, por ishte e besueshme që në fillim. Historia ka treguar që femrat të cilat kanë qenë koklarta dhe të cilat kanë goditur në një farë mënyre në shënjestër të kuptimit që unë nuk dua të merrem me këtë çunin, zakonisht kanë qenë në krah të tyre, do të thënë dashurit kështu kanë treguar. Dhe Brikena, e cila në asnjë mënyrë nuk dëshironte që ta dëgjonte emrin e Mateos, nuk dëshironte që ta shikon Mateon në shtëpi, përkushtimi i Mateos, qetësia e Mateos, dashuria që Mateo i dha Brikenës, e bëri që familjarët Brikenën ta shohin me një sy pak më ndryshe, me një sy tjetër, dhe këtu merr kuptim fjala që të luftosh për dashurinë, ke luftuar për një jetë. Edhe pse nga shumica e banorëve, por e shikoj që edhe nga publiku ka reagime të ndryshme që kjo dasëm është një dasëm që po bëhet vetëm për klikime, është një dasëm që po bëhet vetëm për finalen, edhe është një dasëm që po bëhet vetëm për follow. Unë nuk e shoh të ktill, unë e shoh që Brikena e ndjeu për ta bërë edhe e dha këtë puthjen. Do të thënë ishte një kërkesë e Mateos për ta mbyllur atë kapitullin e bukur të ndjesisë së tyre me një dasëm fantastike. Edhe pse organizimet brenda shtëpisë kanë filluar, siç duket kjo dasëm do të mbahet në arena, do të thënë fillimisht njëherë u tha që do të mbaheshte në pjesën e jashtme të shtëpisë në verandë, por vllau i madh ka vendosur që këtë dasëm ta bëjë në arenën e shtëpisë aty ku kanë organizuar çdo festë, ku si këngëtar është përzgjedhur këngëtari i mirënjohur Gena, ndoshta ka qenë një dëshirë e kërkuar nga ana e Mateos. Banorët e tjerë nuk janë disi të lumtur dhe akoma vazhdojnë të mos ta besojnë këtë ambient. Edhe pse si fillim u duk që Rogerti nuk dëshironte që t'ja prish dasmën Brikenës sepse Brikena e ftoi në dasëm, do të thënë ja dërgoi ftesën së bashku me Mateon, por kjo gjë nuk e ndaloi Rogertin për të bërë Rogerti analizat e tij, për të bërë matematikat e tij, se çfarë letre të shkruante dhe se si do t'i adresoheshte Brikenës pikërisht në momentin e dasmës. Tani, unë e di që Brikena do të mërzitet sonte shumë, pasi që Rogerti ka shkruar një letër ku ka përfshirë edhe historinë që Mateo e ka treguar brenda kësaj shtëpie. Do me thënë, në qoftë se Rogerti nuk dëshiron që ta bën të njëjtën situatë siç e bëri tek Selina, që shkatërroi ambientin, hodhi lulet në tokë etj, siç duket, duke njohur karakterin e Brikenës, që është një tip që ndikohet jashtëzakonisht shumë nga këto gjëra, që është një tip që preket jashtëzakonisht shumë nga këto gjëra, Rogerti sonte do ta prekën Brikenën në pikë, duke i rikujtuar një skenë që realisht Brikena nuk dëshiron që edhe ta përmendën brenda shtëpisë. Rogerti ka bërë një letër adresuar nga Tezi Adrane, që është Juela, nga Halla Gjuliveta, nëse nuk gabohem, që është Edisa, nga Daja Gzim, edhe Rogerti, që në këtë rast do të thënë Daja Gzim është Miri, dhe Rogerti. Miri tani është Daja i Mateos, janë epitete që veti kanë vënë këto të tre, ndërsa Rogerti ka marrë rolin e Dajës së Brikenës. Unë mendoj që përfshirja e historikut në këtë dasëm sonte do të sjellë një dinamik të madhe dhe do të sjellë një luftë të madhe pas përfundimit të kësaj dasme. Ndoshta Brikena nuk do të reagon menjëherë në ambientet ku do të mbahet dasma, që është një dekor jashtëzakonisht i bukur, do me thënë po punohet me një përkushtim shumë të madh, sepse sonte shikueshmëria do të jetë glamur, numra do të jenë shifra të paimagjinueshme. Mendoj që Brikena menjëherë pas përfundimit të dasmës do të përballet me Rogertin, gjithashtu dhe Mateo, sepse
tentojnë që ta prishin këtë dasëm, një dasëm që sipas Rogertit është e stisur vetëm për të shkuar këto të dy në finale. Unë jam shumë i bindur që Brikena ka bërë një matematik pa marrë parasysh që edhe nuk e thot. Ajo e di shumë bukur që Brikena nuk do të jetë pjesë e finales së madhe dhe e di shumë mirë që pozicionin e Mateos, karrigen e Mateos, Brikena nuk mund ta zejë në këtë finale sepse e din se çfarë roli, çfarë loje dhe çfarë dinamikash ka sjell Mateo brenda shtëpisë, por normalisht këtë gjë nuk mund ta thot publikisht. Unë e di që ajo që do të prekën më shumë nga kjo letër është fakti se të gjithë njerëzit dhe të gjithë shqiptarët do ta dëgjojnë këtë historinë dhe Brikena mund ta merr si një diçka që banorët po tallen me një realitet të familjes së saj. Sonte presim që të ketë në këtë dasëm edhe ish banor, do me thënë kërkesa jashtëzakonisht e madhe ka qenë që të jetë në dasëm Gimbo nga ana e Mateos dhe Kristi nga ana e Brikenës, gjë e cila e ka mërzitur jashtëzakonisht shumë Ilir Vrenozin, i cili ka reaguar në Instagramin e tij duke shkruar që unë bëra kilometra për të mbështetur ty në natën që Brikena doli nga shtëpia së bashku me të tre banorët e tjerë këtu përfshir Malin, Mirin dhe Selin. Iliri siç duket është prekur jashtëzakonisht shumë që Brikena nuk e bëri pjesë të dasmës, nuk e ftoi në dasëm. Edhe pse Brikena e ka përmendur jashtëzakonisht ka 2 ditë e fundit Ilirin brenda në shtëpi. Do me thënë tensioni ka filluar që të ndjehet në këtë dasëm. Rogerti është duke bërë punën e tij, do me thënë Rogerti e ka të qartë që unë dua të bëj një show dhe kjo gjë po merr fund nëse unë nuk e bëj të tillë. Brikena është në një tension të madh sepse e di që mund të ndodhë gjithçka, por çdo gjë është e pranueshme sepse jemi në një ambient siç është Big Brother dhe reality show, por Mateo e ka marrë si një dasëm të vërtet, e jeton si një dasëm të vërtet dhe e kuptoj që Mateo martohet me së vërteti natën e sonte. Në anën tjetër, do me thënë, ne kemi ambientin ku Miri po përgatit gjëra interesante dhe mendoj që do të jetë një dasëm që pas ambientit do të sjellë një dinamik shumë të madhe brenda në shtëpi. Ashtu siç e tham, Brikena përzjodhi një fustan të ngushtë, tepër të bukur, që tani do fillon të merret më gocat dhe make-up artistja me Brikenën, ndërsa banorët e tjerë duhet të veshur të gjithë glamur. Pyetjet më të mëdha në fakt që më kanë ardhur deri më tani adresuar në adresën time është Tiran, a mendon që do të ketë familjar përfshirë nga familja e Brikenës apo nga familja e Mateos? Familjar nuk do të ketë natën e sonte, sepse familjarët normal që nuk do të jenë pjesë e kastit dhe nuk do të flasin për ngjarjet që do të ndodhin brenda në shtëpi. Do të ketë ish banor, do të ketë opinionist, do të jetë Gena si këngëtar dhe mendoj që do të bëhet një dasëm e mrekullueshme, një dasëm që do të mbetet në mendjen e të gjithë ndjekësve. Ne do ta ndjekim, e di që Rogerti do të bëjë një show të paparë, e di që Rogerti do të jetë në qendër të vëmendjes, sepse do të del përtej kornizave të tij, por do të jetë një dasëm që do të sjellë dinamika të forta në qoftë se nuk e nxjerr Mateon nga vetja.